Më shumë dritë, më pak kosto. AE Solar. Me Noble Real Estate, ëndra juaj është një realitet për një shtëpi ku deti është fqinji juaj i parë. Miq të kanalit Luaj Derën, kemi ardhur në Tetov, jemi në një pejsazh të bukur të qendrës së Tetovës. Arsyeja, sigurisht duket, është profesori i nderuar Satki Ismaili, i cili tashmë është në pension. E kam menduar moti një bisedë me të, për arsyeën se e citoj shpesh kur ai nuk është me mua. Dhe them gjithmonë se njeriu duhet të jetë insistues si profesor Satkiu për t'i mësuar gjërat e reja. Nuk ka, nuk di. Duhet të mësosh. Përndryshe do ngelesh shumë pas në kohë. Kjo është ai mesazhi që na ka dhënë neve të rinjve në kohën kur e kishim koleg profesor Satkiun, që na e dha dhe ne po e zbatojmë në mënyrë që të jemi në hap me kohën ashtu siç është profesor Satkiu, që di gjithçka që di një i ri sot. Profesor, shumë kënaqësi që po të takoj. Faleminderit shumë për këta fjalë mjaft mira dhe brezë, se Xhamazia do thotë është kënaqësi kur dëgjoj fjalë të tilla, por ne jemi ata që gjithmonë mësojmë nga të tjerë dhe nuk duhet të dorëzohemi asesi. Gjithmonë duhet të kapim hapin me kohën, po mësojmë nga njëri tjetri, por asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi. Profesor, gjatë kohës që po prisnim të instalonim kamerat këtu, disa persona u ndalën dhe thanë shumë e bukur ka qenë mënyra si të kam përcjell nxënësit kolektivi, kolegët në pension. Po, ishte kënaqësi, ato ishin momente që nuk mund t'i harroj asesi. Kur në jetë nuk kam menduar diçka të tillë, një produkt i cili ngërthente në vete të kaluarën time, do të tërë kohën që jam munduar në kaluarën që të jap mundin për kushtimin tim maksimal për gjeneratat e reja, për nxënësit e mi, po me një bashkëpunim të mirëfillt dhe një pasion, me një motivim të mirë për mua dhe duke u munduar ta përcjell atë të nxënësit. Pikërisht ishin momente të cilat unë asesi nuk mund t'i harroj. Aty parë se atë që e mbjellim me kohë, me decenje, do thotë, që e mbjellim, atë që gjithmonë për kushtimin që e kemi me ta në klasë, pasionin që e kemi në punën, atë që e përcjellim të ata një motivim, aktivitetet që i bëjmë të ndërsjellta, që kemi ato ndjenjat emocionale për ta, do thotë kemi ato ndjenjat të cilat ne po duhet të gjithë të kemi të fëmijë që të bëhemi pjesë edhe jetës së tyre, të bëhemi pjesë e tyre mozaikut të jetës së tyre, përjetimeve e kështu me radhë. Pikërisht ishte një kënaqësi kur krejt këto pjesë ishin të pjesë e përbërëse të asaj dite kur përsova, do thotë, në një pensionim të tillë. Mirë, po ajo që më kënaqi ishte se nuk bështe fjalë vetëm për fëmijët, nxënësit, ajo është kënaqësia më e madhe, por edhe prindërit, kolegët e të tjerët, të cilët kur të gjithë do thotë krijojnë një atmosferë pak më ndryshe, se do thotë mbresat janë të gjithë, jo vetëm të njëra pjesë, njëra zonë e shoqërisë, të themi kështu me radhë. Pikërisht është ajo që është një kënaqësi shumë e madhe që njerëzit asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi. Gjithmonë themi se mund ta bëjmë këtë. Nuk duhet të jemi ato që dështimet i shohim si dorëzim, asesi. Pikërisht dështimet ndonjëherë janë ato që të na japin një mundësi shtesë që ne të ndryshojmë veten ndonjëherë, të punojmë për atë që do të jetë në dobi të gjithëve. Profesor, si ishte ndjesia, gati një jetë në arsim, dhe si ishte ndjesia të ecësh në atë rrugë në të cilën më nuk do kesh mundësi të kthesh mbrapa? Sigurisht e ke ndjerë dallimin e brezave, gjeneratave që janë ndruar, fenomeneve që kanë ndodhur në shoqëri në përgjithësi, nxënësit kanë ndryshuar, nuk është më nxënësi i parë që ke takuar me ato të fundit që ti ke njohur. Pikërisht ajo është, do thotë, rrugëtimin e jetës është diçka që ndryshon, nuk ka kthim prapa, do thotë çdo minutë që e ke përpara, e përjetojsh, më nuk kthehet pas. Pikërisht edhe në arsim ne që punojmë, do thotë edhe që kemi punuar. Nëse nuk e shikojmë jetën si diçka që është një rrugëtim i cili në atë rrugëtim do thotë ke sfida të ndryshme, po ke barriera të ndryshme, ke gjëra të cilat ti duhet edhe pak të adaptohesh në ato rrethana. Pikërisht rruga që e ke përpara ndryshon, por jetojmë në një kohë ku ndryshimet janë jo edhe të rralla, ndryshimet janë të mëdha. Pikërisht ne jemi ata të cilët të shohim diçka të këto ndryshime edhe të tjerët. Po këta ndryshimet janë të gjeneratat e reja, të fëmijat, janë me të rriturit, të adoleshentët, do të janë edhe të rriturit, të pleqët, të kështu me radhë. Pikërisht nuk duhet të pranim gjërat se si ka qenë, po ka ndryshuar, pse ka ndryshuar, pse është bërë kjo. Jo, koha nuk është e keqe, të shohim diçka që është në mirë. Do thotë në këta rrethana, në këtë kohë, ne mundemi
do të thotë ta adaptojmë veten, t'i bëjmë këto ndryshime të mirë, po duhet gjithmonë të jemi të përgatitur që të më të rritë aty në t'u japim shpresë për të ardhmen se jetojmë në një kohë që nuk duhet asesi të dorëzohen. Duhet t'ju tregojmë për të kaluarën, për sfidat e të kaluarës. Duhet t'u tregojmë atë se ndryshimet janë. Latinët thonë pantarej, gjithçka rrjedh, pikërisht edhe koha po rrjedh. Edhe atë ne do të thotë ta kemi parasysh se te gjeneratat e reja të nxënësit asesi të dorëzohen. Por ne të jemi një motivim shtesë për ata. Pikërisht mendësia e tyre është e tillë që ne nuk do të ushqejmë atë mendësinë fikse të ata të cilët mendojnë se jo, nuk ndryshojnë gjërat, jam i tillë edhe unë nuk mund të ndryshoj. Pikërisht ne do të jemi ata që të mbjellim pakës dashurinë ndaj të ardhmes, dashurinë ndaj jetës, dashurinë ndaj arsimit, dashurinë ndaj rrethanave sociale, të cilat zhvillohen me të zhvilluarit e mendësisë zhvillimore, e cila jep mundësi se unë mund ta bëj diçka. Por diçka që mund ta bën ai, qoftë në aspektin e zhvillimit, do të thotë psikoemocional, në aspektin e zhvillimit arsimor dhe në aspektin e zhvillimit në shoqëri, është diçka të cilët ne duhet të jemi ata të cilët gjithmonë duhet t'i motivojmë. T'i shikojnë gjërat se gjërat nuk janë të tilla që nuk kalohen. Gjithmonë të nisim nga ajo se unë më pëlqen të thënë atë bie fjala në disa kam vizituar shtete të ndryshme, vende arsimore në arsim ku kënaqesha kur dëgjoja fjalët e një mësuese kur thonte ti mund ta bësh këtë, ti ke pasion, ti ke mundësi ta bësh këtë. Do thosh shive, ajo është një fjali e cila të motivon të ecësh përpara. Këto janë kënaqësi të cilat ne duhet gjithmonë të kemi parasysh që fëmijët nuk dinë të harrojnë. Ata dinë gjërat t'i mbajnë mend, dinë gjërat t'i përcjellin dhe dinë gjërat që t'i reprodukojnë, edhe bile edhe më mirë t'i zhvillojnë nga atë që shohin një sjellje ose një veprim të tjerëve. A kanë qenë këto fjalit magjike me të cilat ke pushtuar zemrat e krejt fëmijëve? Se zakonisht nxënësit nuk e kanë qejf matematikën, por unë vetë kam parë që nxënësit në shkollën në cilën kemi qenë kolegë bashkë, vdisnin për profesorin e matematikës, dhe kjo ishte diçka jo e zakonshme. Ku qëndron sekreti? Sekreti është i asaj që një mësimdhënës, qoftë i shkencave, se matematika ndoshta themi në aspektin e asaj se është diçka e vështirë. Jo, matematika është diçka që ti ndihmon ta lehtëson jetën, të ndihmon shumë gjëra, mirë por ka diçka. Mënyra se si përcjellish do të thotë këta aspektet e të mësuarit, të menduarit kritik, të zgjidhjes problemeve, është diçka që mësimdhënësi duhet ta bëm pak më ndryshe. Pikërisht kjo më ka mundësuar edhe mu një lehtësim edhe një kënaqësi më të madhe që të ndërtoj raporte shumë të mira me nxënësit. Në aspektin e asaj se gjithmonë jam munduar që jo të jem një mësimdhënës që ata të përcjell vetëm njohuri për matematikë, për numrat, po numrat të jenë diçka që lehtësojnë jetën e tyre. Pikërisht gjithmonë jam munduar që të ndërlidhi aspektet e ndryshme jetësore edhe të bëj një integrim, do të thotë ndërlëndor, integrim të fenomeneve të ndryshme, dukurive që hasën në jetën e përditshme me matematikën. Matematika mësohet, jo të bingarkojmë trurin. Do thotë mirë thot Plutarku thotë se truri i fëmijës nuk është thotë një henjë që duhet mbushur, po është një zjarr që duhet ndizet. Pikërisht atë e kam pasur parasysh se gjithmonë fëmijët duhet të gjesh mënyrë se të mëson diçka që ballafaqimet me sfidat në jetë duhet që të lehtësohen. Pikërisht kam bën ndërlidhjen zakonisht nëse ora zgjaset 40 minuta. Gjithmonë në kuadër të atë një ore mësimore kam gjetur mundësi që të shtjellojmë tema pak edhe ndryshe nga matematika. Që ta ndërlidhesh me jetën, sepse matematika ndërlidhet shumë me jetën, për ata që thonë ajo lënda matematikës që kur s'na ka shërbyer në jetë. Pikërisht institucionet shkollore, shkolla, është institucion i cili nuk është vend ku vetëm të mbingarkohen me aktivitete fëmijët. Pikërisht është vend ku fëmijët duhet të ndjejnë një kënaqësi, nxënësit të ndjejnë një kënaqësi se aty fiton dituri, njohuri, aftësohet, fiton shkathësi për të lehtësuar jetën, do thotë fiton shumë kompetenca në aspektin e asaj si të jetojë në ditën e sotme, ai kur jeton. Pikërisht përgatitet edhe për sfidat e tregut e punës. Janë gjëra të cilat ata do t'i mundsojnë një jetë më të mirë atë fëmijë, do t'i mundsojnë të krijojë raporte edhe në familjen pak më ndryshe. Pikërisht kjo është ajo që
nuk i jepet shumë rëndësi, dhe thot edhe në sistemin arsimor në vendin tonë dhe në disa vende të Ballkanit që hulumtimet po tregojnë, unë i ndjekim me kënaqësi, do thot të dhëna të cilët janë në vende të cilat kanë arsim të zhvilluar ku nuk janë të rastësishme rezultatet të cilët janë nga hulumtimet e nese, sidomos fëmijët edhe nxënësit, do thot grup moshat pak më të reja, vuajnë nga ankthi dhe stresi. Pikërisht këto janë faktorë të cilët ndikojnë në shumë aspekte në zhvillimin e tyre psikoemocional. Është sistemi mbi ngarkuar? E vërtetë është, do thot, nuk ka ndërlidhje të duhur. Do thot, të lëndëve. Sistemi arsimor është i tillë që nuk ka një ndërlidhje të mirëfillt në aspektin e zhvillimit psikoemocional të fëmijëve në këtë kohë, ose në rrethanat në mjediset ku jetojnë dhe ku arsimohen fëmijët e tashëm, në rrethanat të cilët i kanë kushte, do thot ambientet në familje, në shoqëri, edhe në aspektin tjetër, do thot, i cili është shumë e rëndësishme që këto strategji arsimore, këto do thot koncepte për çështjen e arsimit duhet të jenë konform kërkesave të strukturave që janë të fëmijëve të nxënësve në mjediset tona. Pikërisht nuk duhet të merrem vetëm rrethanat të cilët konceptet të cilët kanë të bëjnë me vende të cilat kanë krejtësisht një jetë të ndryshe fëmijët, krejtësisht jetojnë në rrethana të ndryshme, krejtësisht kanë raporte të cilët janë ndryshe, nuk vuajnë nga shumë aspekte të cilët po janë fëmijë, do thot po tregohet se tash statistikat edhe në Maqedoni po tregojnë edhe testimet e jashtme ndërkombëtare, do thot të cilat analizat Maqedonia qëndron keq apo jo? Po, për fat të keq qëndron keq. Mirë po, sa bëhen analizat bie fjalët e asaj se ku qëndrojnë. Tani më gëzon fakti që në kohë të fundit bën disa hulumtime, po bëhen në Maqedoni pikërisht në aspektin e asaj se aspektin psikologjik të zhvillimit psikoemocional të fëmijëve, pse ndodh që kanë një mendësi të tillë, mendësia që është shumë e shprehur te fëmijët tanë, do thot ajo mendësi fikse që themi që janë të, si them, të demoralizuar me atë edhe jo nuk kanë një optimizëm se unë mund ta bëj këtë. Pikërisht ja paraqiten tani, do thot disa dukuri të cilat veç më shqyrë zoti them, po ka edhe organizata, shoqata të tilla të cilët mundohen vazhdimisht të ndihmojnë këtë aspekt ku hulumtimet e tilla që kanë të bëjnë themi me këtë zhvillimin psiqik, do të këtyre mendësive themi fikse edhe zhvillimore e kështu me radhë, që analizat po ndihmojnë që mësimdhënësit pak të kenë një qasje ndryshe ndaj këtyre fëmijëve. Pikërisht, po çka është ajo më rëndësi? Të ketë një ndërlidhje e të koncepteve të ndryshme, strategjive arsimore, të jenë konform këtyre analizave. Ka diçka që pse janë fëmijët në atë rezultatet kaq të dobta. A e dini se mu më prek shumë fakti kur fajsohen fëmijët. Fëmijët në këtë gjë janë të pafajshëm. Fëmija mund të them minimum janë të fajshëm ata. Pikërisht fajsimi më tepër i jepet aty. Kjo spiral fajsimi ekziston. Gjithmonë fajhudhet e tjerë. Mirë po, fëmija është një produkt i krejt të rrethanave, i cili ky pëson më tepër. Pikërisht janë këto gjëra të cilat ka diçka, nuk mundet bie fjala mbi 90% të nxënësve të dështojnë në testimet e ndryshme. Në hulumtimet atëherë bie që te profesori është fajt ose te plani mësimor, apo jo? Mendoj se edhe plani mësimor lë shumë për të dëshiruar, profesor, sepse ne me prindet zakonisht kur diskutojmë për detyrat e shtëpisë, po flasim për një moshë shumë të vogël që janë klasë e dytë dhe janë detyrat aq të paqarta sa që ti arsyeton me atë se unë nuk jam nxënës i mirë matematikës dhe ndoshta është kjo. Po nuk është ajo, apo jo? Po ja, themi realiteti është ky, do thotë. Për fat të keq, nëse bëhen botime të librave, kemi do thotë libra të matematikë dhe shkencë, ja themi matematikë, do thotë ja analizoj pak më tepër. Nuk duam të fajsojmë autorët. Autorët janë ato që janë. Fajsojmë ata që pak analizojnë në aspektin e asaj se çka duhet të përmbajë një libër. Bie fjala nuk është vetëm ana profesionale e asaj se matematika. Një matematik do thotë një libër matematike, si thua atë që të ketë një tekst të jetë detyra e kështu me radhë. Por ata detyra që jepen, mos shikojnë vetëm në aspektin e asaj se në matematik një koncept për matematik s'ka është do ta mëson fëmia. Procedura si zgjidhet një detyrë kështu me radhë. Pikërisht në këtë në përpilimin e teksteve mësimoreve duhet kyçet edhe aspekti
tjetër që themi, për zhvillimin ta që themi psikoemocional të fëmijët. Ajo që detyra, çka ndikon temin e të menduarit të fëmijës. Do thotë pikërisht, ja, çet testimet e fundit që unë kam qenë pjesa asaj, do thotë atyne testimeve që janë realizuar kështu me radhë, i kom pasë çka ka edhe çka ngërthejnë, edhe çka janë, çka parashikojnë ato detyrat. Detyrat nuk janë detyra, edhe fëmijët paramendo. Rrallë ndodhen në një klasë ku realizohen testimet, 2 deri 3 nxënës mos qaj. Më tepër do thotë po, të përkushtohet se nuk e ndjen veten mirë. Kur një fëmijë i cili mundohet, përkushtohet me çështje të tilla, por kur e sheh veten se kur ballafaqohet me detyra problemore nga jeta reale, nuk është në gjendje të zgjidhë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se pikërisht në librat të cilët janë të përpiluar, më tepër do të thotë ka detyrat të cilët janë procedurale. Detyrat të cilët vetëm duhet të kryejnë operacione, të mbajnë mend, do thotë kjo që nuk është kjo në sistemet arsimore ndërkombëtare, sistemet e zhvilluara, flasim ku unë po i analizojnë vazhdimsi ato dhe ku shohim se çka jepet atje. Atje jepen detyra dhe pikërisht nga grup moshat më të vogla, ku jepen detyra nga jeta reale, do thotë diçka që matematik ta ndërlidhe me një sfidë jetës, me një ballafaqim të përditshëm në dhomën e tij, do thotë në rrugë, me shokët, me prindët, me familjarët, me diçka që si ta zgjidh atë problemin. Detyrat e tilla janë të kyçura fjalën testimet ndërkombëtare që bën edhe hulumtimet. Kur bësh një krahasim, shoh se është mjerim pikërisht, nuk është e rastit, nuk mundet një fëmijë i cili nëse të matur do thotë inteligjenca e tij tregon se është niveli të lartë, nëse do thotë pasioni ndaj punës është i madh, përkushtimi ndaj punës është i madh, në testim dështon. Ka diçka. Është diçka, është viktime diçka. Pikërisht kjo është mbytyje që në sistemet arsimore, në strategji, duhet mendohet mirë. Nuk është ajo vetëm se ne do të bëjmë ndryshime, ja koncepti i ri, po ai koncepti mirë, po ai koncepti do të kyçen do thotë shumë faktorë të cilët do të ndihmojnë se në detyrat që jepen, duhet të parashifen do thotë sipas taksonomisë së Bloomit të gjitha ato nivelet, secili fëmijë ta gjej veten do thotë në ato detyra, në ato angazhime dhe aktivitetet. Jo vetëm për një kategori të nxënësve kështu me radhë, secili po me mundësi që secili të kalon një shkallë përpara të ecë. Për fat të keq këto dështime të cilat janë, vjen keq që kur fajsojnë fëmijët se shumë janë të dhënë pasion ndaj teknologjisë, shumë kalojnë kohë në rrjetet sociale, jo nuk intereson shkolla, ka diçka. Nëse hulumtimet në Maqedoni po tregojnë atë se fëmijët do thotë pyetjet që janë realizuar, pse shkon në shkollë, shkoj se jam i obliguar, i detyruar. Do thotë nuk shkon se kam në krahasim me shumë vende, thotë po kam kënaqësi kur shkoj atë ditë në shkollë. Te ne do thotë për fat të keq fëmijët pjesa dërmuese kënaqësinë më të madhe e ndjejnë kur ka festa, kur është ditë e shtunë e diell, kur do të thotë ndodhen diçka që shkollat mbyllen, ku orë humben, kur më pak aktivitete realizohen për fat të keq kështu me radhë. Mund të themi që fëmijët pak janë të sfiduar nëpër shkolla, pak e kuptojnë pse shkojnë në shkollë dhe pak e kuptojnë, jo vetëm për matematikën në këtë rast, po pak e kuptojnë pse ju duhen ato mësime. Domethënë nëse ne themi që fëmijët shkojnë në shkollë për tu përgatitur për jetën, ato këtë gjë nuk e kanë kuptuar akoma, sepse askush nuk ka bërë me dije. Por, profesor, unë nuk kam pas mundësi të jem në një orë mësimore të tëndën. Më thuaj të lutem si ka filluar një orë mësimore? Zakonisht, unë për orët mësimore rrallë ka ndodhur, kur them, dhe thotë që unë mos jemi përgatitur. Vazhdimisht dhe thotë përkushtimi im ndaj matematikës, ndaj procesit të mësimdhënies, ka qenë i tillë që unë edhe aktivitetet një pjesë bukur të mëdha i kryej në shtëpi, i përgatitur për atë që orat jetë më zbavitëse, jetë më kreative, kështu me radhë. Kjo që mungon në sistemin tonë arsimor, kreativiteti në orët mësimore. Kam nisë do thotë me lojra të ndryshme, do thotë kam nisë me metafora të ndryshme, detyra do thotë të cilat enigma matematikore, që është kënaqësi kur një enik e tregojsh nxënësve dhe u jep mundësi që të menduarit në nivel pakës më të lartë. Pikërisht, po kam përdorur shumë edhe vegla digjitale. Ajo që e kanë frikë arsimtarët, shumica, telefonat, iPad-a, këto mund të përfshihen në mënyrën e... Do thotë
vegla digjitale që i kom përdorur, do thotë në mësimin sinkron dhe asinkron, do thotë atë që gjithmonë jam munduar përveç se në shkollë të kemi do thotë edhe një qasje, një komunikim, një aktivitete edhe në shtëpi derisa është mirë, por të kemi mundësinë të cilat të japin një kënaqësi. Paramendoni edhe hulumtimet që i bëjsha zakonisht me nxënësit, shumë u shpreshin atë se vegla digjitale, të cilat mirë përdoren, të cilat janë dëshmuar në nivel ndërkombëtar se po mbjellin një kënaqësi te fëmijët, ata bënin të mundur që fëmijët të kënaqen, të mësojnë mirë, po prapavinë e krejt aty aktivitete nuk e kanë ditë fëmijët. Se mëshefësia është në atë se unë për të arritur një qëllim mësimor, edhe bie fjala atë se ka do të thotë strategjit nacionale, do të thotë që janë për të arritur standardet nacionale për të arriturat e fëmijëve në fund të arsimit që e kanë, pikrisht ai të tregon qartë se çka duhet të di. Pikrisht fëmia nuk e din se unë pse i kryej ato aktivitetet. Unë e di atë se në fund shoh se pritshmërit, rezultatet nga krejt këto aktivitetet arrihen me këto aktivitete. Fëmia kënaqet, nxënësi kënaqet, gjen kënaqësi gjatë këtyre aktiviteteve. Bile koha u duket shumë e shkurt, sa shpejt po na kaloi koha, po të kishim 2 orë blok, e kështu me radhë. Po kënaqësinë më të madhe e ndjej se edhe hulumtimet e bëra gjithmonë tregojshin se cilën don më e preferuar matematika, që është diçka e pazakontë. Po, mos i don se më e preferuar për mend që ishte kënaqësi kjo. Profesor, ke pasur një profesor të matematikës prej cilit keni mësuar modelin e mësimdhënies apo nga keni këtë model? Po, është pyetje gjithmonë, këto nuk janë gjëra të cilat mësohen vetëm në literaturën që lexojmë. Duhet ta kesh parë si model diku. Po, modelet që janë më të mira janë modelet që i mësojmë nga jeta reale. Pikrisht është kënaqësi kur si nxënës që kam pasur mësimdhënës shumë të përkushtuar, që më kanë motivuar për këtë profesion. Mos i përmendi, ka pasur mësimit klasor, mësimit lëndor gjuhës shqipe, sidomos mësimdhënës matematike në shkollë mesme kam pasur profesorë të cilët s'mund të harroj kurrë dhe i përmendi, por tani ndoshta s'do dikush të preket më tepër, e kështu me radhë shpirti që pikrisht ka mësuar nga ata vazhdimisht, po edhe gjatë periudhës time si në këtë profesion, këtë motivim e kam marrë edhe nga mësimdhënësit e ri, edhe nga të rinj mësojsh diçka. Gjithmonë mësojmë, mësimi është i përjetshëm. Do thotë të në kohën mësojsh edhe nga fëmiu, mësojsh nga... Në mësim nxënësi më i madh është arsimtari. Po, ai është nxënësi i cili është me përvojë më të madhe. Do thotë kjo është ajo që një mësimdhënës, nëse këtë profesion e kupton si të tillë se kjo është një mision i cili kërkon pakës jo vetëm kufizime administrative, jo punë se duhet ta kryej këtë e kam obligim, jo, këtë e kam pasion, e kam një motivim që të punoj për gjeneratat e reja se rezultati më i mirë, vlerësimi më i mirë e bëjnë nxënësit. Është kënaqësi kur kalojsh rrugës edhe paraqitet do thotë një ish nxënës i yt të përqafon, të tregon se kam patur kënaqësinë të kem ju e mësues, por ajo që na e keni treguar ju na ka ndihmuar në jetën reale, në profesionet që i kemi pas. Është vërtet. Nuk ka më mirë se sa kur nxënësi e shpërblen mirë profesorin e vet, dhe profesor që të ta them një nxënës ynë i përbashkët, Ariane Temi është sponsor i këtij emisionit. Dhe kjo është shumë mirë kur shohim ne që ata bëhen njerëz shumë të suksesshëm. Ariane Temi do thotë është kënaqësi, do thotë e kemi patur nxënës. Do thotë Ariane Temi është se si duhet jetë. Tani, po kur e shoh se më kujtohet si nxënës në orë të matematikës, ajde shumë shok të tjerë të cilët janë dëshmuar se kanë arritur shumë në jetë. Kanë qenë një klasë shumë e mirë për të. Ariani pikërisht është tani nga ajo matematika që bashkërisht e kemi mësuar, ai është tani një sipërmarrës shumë do të thotë i dëshmuar, i cili po e ndjekim në vazhdimsi aktivitetin e ati, edhe si nxënës, edhe si student, edhe tani si një sipërmarrës në një kompani të njohur e cila është do thotë një pasqyrë krejtëm kujtohen tani aktivitetet e tij, po edhe tonat, që atë që kemi ndikuar një 1%, 2%, do thotë ai pasioni i jon për të ndihmuar edhe fëmijët, bie rezultatet. Është kënaqësi dhe kur i ndjekim do thotë aktivitetet e nxënësve, por në veçanti duhet ta përshëndetim do thotë Arianin edhe shumë nxënësi. Ne po flasim për AE Solar Invest, domethënë
sponsorin ton, po ashtu edhe Nobel Real Estate është sponsori tjetër i kësaj bisede, të cilën e realizojmë për matematikën, për arsimin me një njeri të veçantë, Satki Ismaili, ish drejtor, shumë funksione, shumë seminare, një jetë kushtuar arsimit. Dhe nuk u lodhët në asnjë moment, apo jo? Asësi jo, do të vitet nuk jena ta që keni pas mundësi ta vazhdoni, me sigurisht do ta kishit vazhduar, apo jo? Po, e vërtet është, më vjen keq ku ligjin e Maqedonisë nuk jep mundësitë e tilla, ku do të thotë edhe ne duhet të respektojmë. Po shikojmë tani në shumë vende të Evropës, bie fjalë mos i përmendni cilat shtete, mundësia në arsim sidomos edhe në disa profesione tjera jepet që nëse ndjen veten, mund të vazhdoj, por edhe mendimet të tjerëve se është i dobishëm një personalitet i tillë të vazhdon. Me siguri do të kisha vazhduar, dhe në momentin kur do shifsha se nuk jam i dobishëm për shkak. Mirë, po mendoj se do të edhe jo në mënyrë aktive në shkolla, bie fjala, por mundohem maksimalisht ta jap kontributin. Ta shpërndash përvojën që ti ke mësuar në patjetër mundohem e ta shpërndaj. Ka pasur sigurisht momente shumë të bukura. Do kisha dashur të veçoni për ne ndonjë moment, ndonjë situatë me ndonjë klasë, me ndonjë nxënës. Sigurisht ke pasur shumë pafund, po nëse mund të ndash. Ka mundësi shumë të mëdha dhe ka raste të cilat po. Ndonjë befasi që të kam bërë. Befasi të tilla ka pat, por një befasi më të këndshme që e kam patur, që nuk mund ta harroj kurrë. Njëherë ndihmova një nxënëse e cila ishte shumë e mirë në shkollë, mirë po filloi me disa temisjellje të cilat në shoqëri po fillon ta pengojnë zhvillimin e saj. Ndërmora disa hapa shumë, do të thotë bisedime me atë, me familje e kështu me radhë, ajo ndryshoi në mënyrë totale, do të thotë edhe arriti të bëhet një profesoresh në një universitet prestigjos, nuk e tregoj në një vend evropian. Takimi ku me një qendër tregtare kur më ka parë, me fëmijët dhe me vjehrën. Më ka përqafuar dhe në vesh më tha, arsimtar i nderuar, jam shumë mirënjohës se çato fjalë që mi tha, çato aktivitetet që ndërmore për mua, më ndryshuan plotësisht jetën dhe tani kënaqem dhe kur nuk u harroj. Do thotë, mua më shpërthyen lodhët. Do thotë se, shife, një ndërmarrje, një ndërhyrje pozitive në raste të veçanta ku janë, do thotë, ndikojnë një ardhmëri për fëmijët. Është shumë e vërtetë. Është një shprehje që thotë nxënësit do harrojnë çfarë ti u ke mësuar atyre, por asnjëherë nuk do harrojnë si ti ke bërë të ndihen ato. Një fjalë të mirë, do thotë, kjo është ajo diçka, fjala motivon. Duhet të jesh i kujdesshëm me çdo nxënës. Para se gjithash, apo para se të mësojmë mësimin e ri, të mos harrojmë se kemi njerëz për fare. Jo ti shikojsh nxënësit fëmijët, ti shikojsh se ky është më i miri, ky din më tepër, ky jo, asesi, të gjithë janë fëmijë, të gjithë kanë shpirt të mirë. Secili duhet t'i thuash një fjalë motivuese, t'i thuash një fjalë të mirë, t'i japësh një motivim. Secili do të drejtohet në jetën e tij, në profesionin e tij, atje ku i ka mundësi, shkatësitë më të mëdha njohurit. Edhe secili do të gjendet në jetë. Pile ndonjëherë do të mendoj se a thua vallë ky që nuk kam menduar se ky nxënës do të ishte ky që është bërë. Po kemi raste shumë që kemi edhe të tillë, nuk do t'i përmendi, kur sot janë personalitete shumë të njohura në shoqëri, ku për fat të keq ndonjëherë anashkaloheshin dhe ofendoheshin nga mësimdhënësit për fat të keq. Po, fatkeqësisht ka profesorë që ofendojnë, bullizojnë, sepse ne gjithmonë e trajtojmë temën bullizimit të fëmijët, ndërmjet fëmijëve, po ka dhe profesorë që bullizojnë fëmijët. Pikërisht i vetë, shiqir Zoti, numri është i vogël i tillëve, do thotë, mirë po për atë struktura është shumë me rëndësi se nëse struktura e tillë është që pjesa dërmuese veprojnë në kornizat të krejt standardeve, do thotë profesionale dhe kompetencave që kanë mësimdhënës, do thotë mund t'i eliminojnë dokurit, t'i izolojnë dokurit e tilla të cilat. Mirë po, çka është me rëndësi? Për të arritur një kualitet të tillë që mos ketë raste të tilla, shumë e rëndësi është nga profesioni që ka një mësimdhënës, të punohet vazhdimsi, sidomos në mos themi ajo spirale fajsimit që është mirë, po pikërisht janë institucionet shkollore që përgatitin do të thotë një person të tillë një profesion mësimdhënës. Pikërisht janë universitetet të cilat unë nuk dua të fajsoj, do të thotë respektoj punën e tyre mirë, po jo t'u jepet rëndësi vetëm çështjes profesionalet në aspektin e njohjes lëndëve, do të thotë përmbajtjeve kështu me radhë. Të jetë shumë e rëndësi, pjesë shumë e rëndësi është ajo se si përgatiten do të thotë kompetencat profesionale, do të thotë të cilat duhet zhvillohen në vazhdimsi. Nuk do të thotë se një student i cili ka të gjitha 9-10 që mund të jetë një mësimdhënës i mirë.
Shife, një mësimdhënës i mirë... është e lindur pa kjo puna e mësimdhënësit? Duhet ka një talent që e kanë dhe nuk e kanë qatë të tjerë? Është diçka të që mund të mos shifet shumë në gjatë kohës së zhvillimit diçka e tillë. Mund të më vëret, se sidomos gjatë shkollimit, më tepër vëret çështja e diturive, sa ke dituri për një lëndë e kështu me radhë. Shumë pak vëret në aspektin profesional se sa ke mundësi, nuk ekzistojnë ato filtra që ekzistojnë shumë vende evropiane dhe botërore me arsim zhvilluar, kur ekzistojnë filtra për kompetencat profesionale të mësimdhënësve. Do thotë ti kalon, pa i kaluar gjithë ato filtrat nuk mund të bëhet mësimdhënës. Te ne është politizuar pakës arsimi. Keni thoni diçka në këtë segment, sepse po ja shohim damin të gjithë ne. E vërtetë është, më vjen keq strukturat politike që janë, do të thotë, nuk i vërejmë këto dukurit. Ne të cilat gjatë kohë jemi në arsim edhe i vërejmë këto edhe mundohemi pakës të jemi më larg këtyre proceseve, se shef një profesion i mësimdhënësit është diçka që pikërisht unë veten nuk du ta shoh asnjëherë që një nxënës im, ish nxënës im e kështu me radhë, të shikon në mua si një personalitet që i takon kësaj anë ose anës tjetër. Gjithmonë unë nuk kam thënë nxënësve kur pyeten ç'ës parti takon, i them po, unë i takoj partisë PDM-s. Çfarë parti është? Partia Demokratike e Matematikanëve. Do thotë që, do thotë asë si në atë aspekt mirë, po ka diçka. Do të jemi gjithë, do thotë, ta flasim realitetin. Arsimi është i politizuar për fat të keq. Pak jepet rëndësi asaj se kuadrot profesionale, meritokracia, ato të cilët do të ndihmojnë çështjen e arsimit, tu jepet mundësi. Pikërisht ajo është një faktor që ka ndikuar që arsimi në Maqedoni të jetë themi në këtë gjendje që nëse në të ardhmen do thotë me ligje nuk rregullohen disa gjëra të definohen qartë se mësimdhënësit, udhëheqësit e shkollave e kështu me radhë mos jenë ata që ndikojnë shumë në çështje të cilat e ulin nivelin e arsimit. Më vjen keq që të them, nuk shikojsh mirë, nuk flas për të themi tani kjo parti ajo parti, po flas për në aspektin e asaj, edhe do thotë në themin ato strukturat partijake, shqiptare, maqedone të tjerat, nuk është mirë kur i shikojsh udhëheqësit e shkollave se si shkojnë dyer me flajer të ndryshëm. S'është mirë për nxënësin, nuk është për nxënësin, se shif ai nxënës ose një arsimtar që mban numrin e partisë në profil, në cover Facebook, në rrjetet sociale. Janë gjëra të cilat ne nuk jemi kundër që ata të kenë përcaktimin e tyre politik, po jo kjo të duket të nxënësit. Edhe ka menduar profesor një ditë, profesorëve tanë ne nuk u dishim përcaktimin e tyre politik. Ajo është më rëndësi, është mirë kur nuk e dish. Secili edhe unë nëse merr kam diçka, edhe unë i dua ndryshimet, edhe unë bie fjalë jam kundër keq përdorimeve të ndryshme, krimi të organizuar, kriminalitetit e kështu me radhë, dështimeve të mëdha. Pikërisht ne i kemi atë, po një mësimdhënës i mirë atë e mban në zemër, do thotë edhe e thot dikur, po jo në atë mënyrë që të bëhesh që se si mësimdhënës fëmia të shef. Ai është në moshë që shikon model të ka se si. Se edhe ne kemi shqetësimet tona, bie fjala, shive nëse nuk askush nuk pes pare, themi nuk je për atë se ti kontribuosh 20 vite në arsim, edhe je 8 antar, edhe je një pensionist, as një antar familje i punësuar. Do thotë, paramendo, si e ndjesh veten. Pikërisht këto janë gjëra të cilat kjo shoqëri nuk din të respekton, për fat të keq, pse pasi është bërë shumë një shoqëri ku më tepër kanë vlerë, do thotë, mos e përdori një fjalë që s'dua të përdori, të jesh pak lëpirës në politike kështu me radhë, që t'ja arrish në një qëllimi që kur nuk e bën jeta. Jeta është e shkurt, dua gjithmonë që edhe pas përfundimit jetës kësaj bote, në botën tjetër, që dikush ndoshta do të më përmend mua edhe të tjerët, edhe ti Xhemi, në atë se kemi kontribuar për gjeneratat të reja. Jo të na përmend dikush për të keq. Është interesant, profesor, kur ke punë me nxënës, unë kam pasur më pak punë, gati një dekadë, po ju keni pasur diku 5-6 dekada për shembull punë me nxënësit. Po, e vërtet unë jetën pastaj e sheh me atë se si të shohin ty nxënësit e tu. Ke gjithmonë një shikim fëmijë për rreth që nuk lejon ti bësh sa gjëra. E vërtet është, do thotë, nuk është puna ime në procesin mësimor në arsim 21 vjet që kam punuar, po nëse i shtojsh edhe shumë aktivitete në gjatën majt, do thotë full dita, gati se 2 fish. Do thotë po se
nuk ka qenë dita ime në arsim do të thotë 4 orë, 5 orë, po ka vazhduar edhe 5 tjera në aspekte të ndryshme, por edhe tani në këtë kohë, edhe pse janë një pensionist do të thotë Prapi ke angazhimet të tua. nuk dorëzohem, besoni se ndonjëherë bile më vjen shumë keq, se hulumtoj, mësoj gjëra të reja gjithçka, them, po t'ishe edhe pak në arsim, edhe këto gjërat i punojsha me nxënësit. Po shife, ka rrisi të ndryshme të cilat nuk duhet të dorëzohem me asesi. Profesor, një diçka se sa herë unë kam të lashe me ato botkuptimet e mia rreth arsimit, gjithmonë them si do e kishte pa këtë gjë, profesor Statkiu. Kam një pyetje për detyrat e shtëpisë, që nuk pushojnë, janë çdo ditë. A ka ndonjë rregull sa duhet të japim detyra shtëpie për të gjithë arsimtarët, sepse me nënat gjithmonë derisa i presim fëmijët tregojnë se si fëmijët e tyre çajnë, protestojnë në shtëpi dhe nuk kanë qejf që të bëjnë detyra. A ka një rregull se si jepet detyra shtëpisë? A ka shtete që i kanë hequr detyrat e shtëpisë, sepse me sa e di detyra e shtëpisë fillimisht ka qenë një mënyrë dëshkimore dhe më pas ka kaluar në një farë rregulli shkollor. Po tash shife, pikërisht kjo flet për atë se shife. Për fat të keq, kompetencat profesionale të mësimdhënësit janë të tilla që nuk i zhvillojnë atë sa duhet. Pikërisht, do të janë të detajuara këto punë dhe shumë të qarta janë. Pikërisht çështja e detyrave të shtëpisë ekziston, do thotë magjoni ekziston rregullore, do thotë një udhëzues i përgatitur nga ekspert të Biroz Zhvillimit të Arsimit ku mënyra e dhënies së detyrave të shtëpisë. Edhe kjo është shumë e detajuar, shumë për merak të themi, për kënaqësi. Mirë po, mësimdhënësit nuk i lexojnë ato. Pikërisht, po ka diçka. Karakteristikat e çdo klase, çdo fëmijë janë të ndryshme. Pikërisht kjo është me rëndësi. Nuk mund të jepet detyra të njëjta për të gjithë. E vërtet, këtë desha ta potencoj. Bie fjala, varësisht nga cila cikli të mësuarit, do thotë në klasën e para, do thotë në ciklin e parë të mësuarit, klasa e parë, 2, 3 dhe kështu me radhë. Është e përcaktuar shumë qartë se aktivitetet të cilat realizohen pjesa dërmuese bëhen në shkollë. Fëmia duhet të shtëpi të jetë më i relaksuar. Mund të ketë ndonjë aktivitet të jepet, po të jetë aktivitet relaksues, mos shkathësive e kështu me radhë. Jo aktivitet, dhe një pasion, vizatim e kështu me radhë, por jo detyra të japësh nga libri të thush, më faqe kaq detyra e parë deri në 15 detyra. Edhe pa koordinim, të gjithë lënë, të gjithë mësuesit japin nga një detyrë shtëpie që mund të jenë 7 detyra shtëpie. Pikërisht kjo është e përcaktuar brenda ditës të udhëzuesit se në 2 lëndë maksimum duhet të ketë detyra shtëpie. Plus asaj, është shumë qartë e qartësuar se konform do të thotë moshës që e kanë edhe periudha kohore e detyrave, bie fjala. Po e marrës udhëzues shumë qartë tregon, nëse nxënësi i klasës 6, nuk është njësoj me nxënësin e klasës 9. Ky klasë 6 do të angazhime për detyra shtëpie, maksimum do të ketë 20 minuta. Edhe jo t'japën 7 mësimdhënës, nuk më intereson se cili jep 7 detyra shtëpie. Pikërisht kjo sjell në atë që nxënësi mos të jetë i relaksuar në shtëpi. Mos jetë i relaksuar gjatë weekendit e kështu me radhë. Pikërisht ka edhe diçka tjetër. Detyrat e shtëpisë kur jepen edhe në bazë strukturës së nxënësve. Do thotë një nxënës, një fëmijë i cili ka me të arritura më të larta, do thotë edhe të menduarit atë që zhvillimor tha me ka më të lartë. Nuk është njësoj me një fëmijë i cili ka pengesa më tepër. Pikërisht kjo është jo njësoj detyra. Do thotë pikërisht angazhimet të jenë. Mos bisedojmë të nxënësit e ciklit të ulët, sidomos cikli i parë ku detyra shtëpisë është e përcaktuar me udhëzuesin se jo të jenë të mbi ngarkuara, ne shohim se stresi nuk është i rastësishëm, i zhvillon ne, po i shikojmë edhe në shtëpitë tona, diçka kur shikojsh ti një pembes, fillon të qaj, nuk është i rehatshëm, gjumi nuk e bën duhur, ndërkohë natën me ëndra me këtë e kështu me radhë, me ankte, strese, pikërisht kjo flet për atë. Pikërisht mësimdhënësi është për këtë që të bën duhet pakës edhe hulumtime në klasën këtë aspekt. Është e vërtet. Pikërisht këto hulumtime do t'i ndihmojnë ja lehtësojnë punën. Është e vërtet. Një pyetje tjetër që kam dashur të ta bëj dhe tani po e bëj në vendin e duhur, inkluzioni. Domethënë është një eksperiment që po ndodh këtu në Maqedoni, nëse nxënësit duhet të kenë gjithë përfshirje ose jo. Si e shihni ju profesor këtë? Pasi mendoj që ishte pak si ngutshëm si vendim për shkak se ne nuk kishim profesor të përgatitur për këtë gjë, të trajnuar për këtë gjë, nëse është më ndryshe ju e dini më mirë. Arsimi është, do të thotë, arsimi gjithë përfshirës, inkluziv, do të thotë. Edhe pikërisht edhe ligjet edhe rregullorat janë, do të thotë, të tilla që
bazohen do të thotë në konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Pikërisht shkollat janë ata që secili do t'i mundsojnë qasje të ketë në shkollë. Mirë po, sa jemi të përgatitur, sa janë shkollat të përgatitur edhe mësimdhënësit me kompetenca të tilla që të kenë mësim ta përshtatin mësimdhënien konform kërkesave të fëmijëve. Kërkesat janë të nivelit të ndryshëm. Do thotë shife, jo çdo nxënës do thotë ka mundësi t'i përballoj sfidat, problemet që i ka në shkollë. Pikërisht, angazhimi është, do thotë tash në shkollat në Maqedoni ka dikun mbi 800 do thotë asistent arsimor, të cilat punojnë me nxënës të cilët janë me aftësi të kufizuara dhe mësimdhënësit dhe ekipet inkluzive shkollore përgatitin plane individuale arsimore, për që edhe plane të modifikuara të cilat kanë të bëjnë me kërkesat. Mirë po, beso ma tepër është në letër e shkruar, aktivitetet për fat të keq nuk zbatohen. Mendon që po bëjmë dëm në përgjithësi apo i ndihmojmë këta fëmijë që i kemi detyruar në një forme të kyçe në rrethmene të ndihma është, ka ndihmë, mirë po më vjen keq kur ndonjëherë shikon atë ku fat të kemi më shumë, që të punsojmë më shumë, kemi punë ne, angazhime profesionale. Kjo është për fat keqja e keqja. Po të ndihmosh një fëmijë, një familje të cilët ka një person me aftësi të kufizuara, është një krah, një përkrahje shumë e madhe. Është e vërtet. Profesor, sa profesorët, kujdestarët e klasave, arsimtarët, profesorët e kanë parasysh atë aspektin njerëzor? Sa mendon që një profesor, ju cekat më herët një rast që ja keni ndryshuar fatin dikujt, merren me aspektin emocional, me aspektin mendor të fëmijëve, sa flasin me to? Pasi mësuesi është një autoritet ndaj të cilit fëmijët shpesh hapen, u rrëfejnë për shqetësimet që kanë. Mendoni që mund të luajnë pak rol për të ndryshuar këtë themi ankthet e nxënësve, tentimet për gjëra fatale të cilat janë për të shpeshta? Në Maqedoni do thotë janë realizuar trajnime për të gjithë mësimdhënësit. Çdo mësimdhënës nga të gjitha ciklat obligativisht ka patur të kyçet në trajnimet për zhvillimin e kompetencave për çështjen e arsimit gjithëpërfshirës. Si të veprohet me nxënësit, do thotë që kanë kërkesa më ndryshe, me aftësi ndryshe janë, si të veprojnë me ekipet inkluzive shkollore, ekipet inkluzive të nxënësit e kështu me radhë, si të jetë bashkëpunimi me asistentët arsimor dhe asistentët individual, edukative kështu me radhë. Mirë po, për fat të keq, kur shikojnë raste të tilla, për fat të keq, iket, nuk i donë, sikur nuk duan të punojnë me fëmijë të tillë. Me fëmijë të cilët janë nga familje të deprivuara. Po secili do ta lehtësojë veten. Sepse nuk ka lindur mësimdhënës apo jo? Se mësimdhënës lindesh. Gjithmonë me nxënësit që i kanë nivelit të lartë, do të jetë më i shpërblyer. Jo, un kam qenë në vizita në Angli bie fjala, ku një mësuese e tha kët. Punonte me fëmijë ku kishte ngecje nga familje deprivuara, tha. Shumë jam i kënaqur, tha, fëmijën që e keni përpara, brenda një vitit, mësova që ky të shkruan gjërat, do të thotë emrin, mbiemrin kështu me radhë, dhe të kryejnë operacione deri në 10. Ishte shumë e kënaqur, që te ne nuk e hasish atë. Duhet pak punë, angazhim më ndryshëm, mirë, po mësimdhënësi janë që të punon me të gjithë nxënësit. Dhe të punoj sipas nevojave që kanë. Profesor, kam parë dhe mësues që nuk e din çfarë është mësimi diferencuar për shembull. Po, do thotë pikërisht të janë të caktuara, do thotë fëmijët me aftësi ndryshe që janë, me aftësi të kufizuara që kanë. Do thotë ka mundësi, do thotë ligji dhe rregulloret ekzistojnë. Pikërisht ekzistojnë qendrat, do thotë janë 6 qendra në Maqedoni, të cilët kanë të bëjnë me çështjen e fëmijëve me aftësi ndryshe, me aftësi të kufizuara, ku ekzistojnë komisione të cilat do thotë i hulumtojnë, analizojnë të dhënat në bashkëpunim me prindët e kështu me radhë, ku bien do thotë ato bëhen në bazë të klasifikimit ndërkombëtar të funksionaliteteve. Ekziston do thotë një dokument që quhet klasifikimi ndërkombëtar i funksionaliteteve, që i bën analizat se cilat mangësi i ka një fëmijë. Pikërisht në konform atyre mangësive ku i jepen pastaj me anë të shifrave, që pikërisht mos e din ndonjëherë edhe mësimdhënësit diagnozën, se ne më njëherë e tregon diagnozën, ky ka diagnozë, pika e disha diagnozë. Diagnozën dihet kush e din, komisionet e din të cilat janë profesionale për atë. Do thotë pikërisht këto paragjykime ekzistojnë, edhe gjithmonë do thotë mundohet se me atë fëmijë do punojsh po një program që e ke me krejt nxënësit jo.
pikërisht për atë është plani individual arsimor, ku secili mësimdhënës, ku ka fëmijë të tillë, ekziston ekipi do thotë individual, për punë individuale me nxënësit, ku bën pjesë një bashkëpunëtor profesional, mësimdhënësi, edhe edukatori special rehabilituesi ose nëse ka asistent arsimor. Dhe në bashkëpunim përgatitin planin individual arsimor, i cili nëse nuk sjell themi suksese brenda vitit, ai modifikohet, bëhet i diferencuar, diçka i modifikuar program, i cili bëhet pak më ndryshe me aktivitete që të vërehet përparimi se sa shkon. Nëse s'ka përparim, bëhen këto modifikime. Po, gjithkohës domethënë duhet të shohësh rezultatin dhe ta përshtatësh në bazë të nevojës së fëmijëve. Do kisha dashur, profesor, këshillat për një arsimtar të ri që janë shumë të rëndësishme. Dikush që dëshiron që të bëhet arsimtar, megjithëse kohëve të fundit ka rënë interesimi shumë, po na zbrazen universitetet, pak dëshirojnë që të zgjedhin mësuesin si profesion, po cilat janë këshilla për atë që ka vendosur? E vërtet është, do thotë, të jesh një mësimdhënës, do thotë, nuk ke, do thotë, një motivim në aspektin material. Mirë po, kënaqësia më e madhe është ta duash këtë profesion. E mirë po, sa është, do thotë, e trit kjo është shprehur, shumë pak për fat të keq se s'kan edhe faj shumë se jeta është e tillë që kërkon pakës pa një kënaqësi ta kesh në familje, një kënaqësi ti përmbushish kërkesat familjare, materiale edhe në aspektin tjetër. Tani do t'i demotivojmë më shumë. Jo, unë do të them që pse ja vlen të bëhesh një mësues? Ja vlen se nëse përkushtimi i të është i duhuri, ka mundësi që edhe fitimet jenë shtesë. Fitimi më i madh është ai që japesh një fjalë të mirë, pranosh nga nxënësit, një motivim e kështu me radhë, më mirë ndonjëherë të hash një kifle me fjalë të mira, se po të kesh diçka tjetër e fjalët i kesh askërku. Respekti duhet meritohet në fund të fundit. Po, e vërtet, po. Sepse ne gjatë kohës që rrim këtu, shumë njerëz po të njohin edhe po të përshëndesin, po ne kemi ne kemi shtëpinë në kthyer, kështu që nuk kemi mundësi të shohim të gjithë ata që na përshëndesin. Ky respekt është merituar me shumë punë, me shumë mund, me shumë sakrificë. Pavarësisht që rroga ka qenë e vogël, duhet të punojmë më shumë për të mbritur rrogën që e dëshirojmë, apo jo? E vërtet. Është ajo diçka që për të arritur atë materiale do thotë ka mundësi tjera, mirë po kur duhesh një profesion të kënaq më tepër profesioni se sa të kënaqin të ardhurat. Një vërtetje tjetër që ka ardhur nga arsimtarët ka qenë që ne jemi kthyer në administrator. Është e vërtet kjo apo jo? Po, e vërtet është ajo që shumë kërkesat janë që planet, përgatitjet, aktivitetet të ndryshme, unë bëna njëherë një hulumtim të tillë aq të janë do thotë kërkesat dhe ndryshimet e mëdha sa një mësimdhënës pjesën më të madhe të kohës përkushtohet do thotë çështjeve administrative e jo punës klasë. Ajo që është me rëndësi do thotë një mësimdhënës duhet më tepër të bëjë përgatitjet për në klasë, aktivitetet që të realizon po jo në letër. Pikërisht ajo që është në letër është diçka që askush nuk e vëren, vetëm të plotësojsh kërkesat e themi dihet ku çfarë sektorëve të cilët janë për çështje të tilla, mirë po duhet të jesh i përgatitur, po jo të jenë diçka të përshkruara, diçka vetëm ti kesh në letër. Të planifikojsh diçka të mirë, aktivitet në klasë, kërkon planifikime. Por jo dokumente të cilat janë vetëm t'ja përsyje faqe për diçka. Po, tani në fokus dokumenti dhe jo nxënësi. Po, në fokus dokumenti jo nxënësi. Jo, dokumente do të duhet të jenë, po jenë diçka që planifikojsh për të realizuar aktivitete me nxënësi. Që për fat të keq, tu është e kundërta. Shumë kërkohet dokumentacion, më tepër arsyetohet dokumentacioni e jo aktivitetet që realizon me nxënësin në klasë. Edhe një diçka, profesor, e di që si praktike e përdorin shumë profesorët pa e ditur nëse kanë të drejtë të përjashtojnë nxënësin nga ora mësimore, sepse kërkuam një bazë që e lejon këtë gjë, po nuk gjetëm asnjë letër, asnjë dokument, asgjë. Për të gjithë ata arsimtarë që e kanë më lehtë ta përzënë një fëmijë jashtë se ta mbajnë brenda. Cila është e vërteta? Jo, do të thotë është e rregulluar me ligj, me rregullore janë asesi nxënësi nuk duhet të përjashtohet nga klasa, çdo nxënës do të jetë në klasë. Çka do ndodh nëse e përjashtosh nga klasa, edhe ku do të shkon ai nxënës? Pasojat kush mund do t'i ketë në atë? Përgjithësit kujt janë? Asesi, do të thotë përjashtimi nga klasa është diçka që askur nuk duhet ta përdor. Po ka për fat të keq të tillë, mirë, po nëse bën një gabim, ai nuk duhet ta përsërit. Duhet t'i thuhet se asesi çdo nxënës e ka vendin në klasë. Mënyrat, qasja ndaj punës dhe qasja ndaj dukurive të tilla ka mundësi zgjidhje ka. Do thotë është çështja që restitucioni është një dukuri që thotë jo të merresh me problemin, po të merresh me zgjidhjen e problemit.
a ka mundësi, gjithmonë mund të ka zgjidhje për gjithçka. Kështu që herën tjetër kur përjashtoni dikën nga klasa, mbani përgjegjësi vetë, nëse jashtë ndodh diçka e pahishme, domethënë nuk do të dëgjojmë. Do të thotë nuk e bën një mësimdhënës. Edhe një pyetje profesor, kjo është e fundit se të kam lodhur sot. Ora e klasës thonë që është orë e lirë. Në shumicën e shkollave mësuesit dhe nxënësit rinë. A është e vërtet? Ora e klasës është një orë e cila nuk është përdorur. Do thotë ka programe, do thotë plan të cilët realizon aktivitete. Aktivitetet të cilët kanë të bëjnë me çështje të shumë fishta, do thotë janë aktivitetet të cilët kanë të bëjnë me çështjet e përditshme, do thotë për atë përgatitja e një plani dhe realizimi i aktiviteteve. Për fat të keq, nuk është ora e klasës vetëm të shënosh kush ka munguar, mungesa të shumë, pse ishin në klasë, pse nuk ishin në klasë, e kështu me radhë. Po të marrësh të analizosh një planifikim të orës së klasës, është diçka fenomenale. Do thotë ti parashosh aktivitete pikërisht që zhvillojnë, do thotë pikërisht për ato themi aspektet psikofizike, emocionale, kështu me radhë. Varësisht nëse vëresh një dukuri që është e shprehur nëpërmjet aktiviteteve punëtorive të ndryshme, ty do ta eliminosh një dukuri të tilla, po këtë mundson aktivitet në klasë. Për fat të keq, shumë pak realizon aktivitete të tilla. Pse? Nuk ka koordinime të mirë fillta, nuk ka do të për fat të keq, po ka edhe që realizojnë. Mirë, po pjesa shumë e vogël është. Por klasë vetëm mungesat, kush mungon, kush nuk ka munguar. Pastaj librat. Që ta kuptoni ju pse si tërësi nuk funksionon sistemi ynë arsimor. Erdhëm te librat, që është një të themi çalojmë edhe këtu, se të gjitha i prekëm deri këtu, apo pse nuk funksionon si duhet sistemi ynë arsimor, po edhe librat janë një faktor shtesë. Po, libra do thotë po, mungesa e librave ka ndikim shumë të madh. Libri është resursi kryesor, edhe për mësimdhënësin, edhe për nxënësin. Po jo i vetmi. Resursi kryesor është mësimdhënësi. Ai është një burim i cili ka të gjithë librat, të gjitha mundësitë dhe aktivitetet. Por, për fat të keq, librat janë me vonesë, librat nuk janë ato të duhura të përshtatura në bazë kërkesave që e përmendëm fillim, vonesat janë, kopje të ndryshme me fotokopje kështu me radhë që nuk përmbush kriteret për një fëmijë i cili librin ka kënaqësi, librin ta ketë në duar, t'i shpleton fletat, por jepen mundësi me vonesa e kështu me radhë, libra të vjetruara, të dëmtuara e kështu me radhë. Nuk ka arsye, gjithmonë gjenden arsye se janë botimet fajsojnë njëri tjetrin. Nxënësi duhet ta ketë librin gjithmonë para vetes. Edhe një diçka, kjo është e fundit, sepse po them e fundit dhe vazhdimisht po e vazhdojmë, sepse ka shumë gjëra për arsim të cilat duhet të fliten. Gjendja e shkollave, higjiena, struktura e shkollave, vjetërsia brenda, dhe shumë shpesh kërkojnë që prindët të investojnë në ato shkolla, ndërkohë që është detyrë e komunës shumë të tjerëve që të merren të sanojnë ato probleme që ndodhen brenda shkollave, në fundit edhe të ketë donator të jashtëm, bizneset të cilat mund ndihmojnë në këto raste, po jo prindët që shumë shpesh shumica e çifteve janë edhe me të ardhura minimale për shembull dhe detyrohen të rregullojnë shkollën. Për fat të keq është kjo, do thotë që shkollat ju që e keni drejtuar ka qenë shumë e mirë në këtë drejtim. Si e keni bërë ju? Çfarë duhet bëjnë drejtorët e shkollave të tjera? Është plani financiar është shumë rëndësi. Çdo shkollë ka mundësi financiare, vetëm se menaxhimi dhe plani financiar do të përgatitet konform do të thotë strategjive, planit programit zhvillimor që kanë shkolla. Konform do të thotë evaluimet vetë evaluimeve shkollore, të dhënave të prindërve, kërkesat e prindërve dhe nxënësve, dhe evaluime integrale që jepen se çka janë mungësitë, mangësitë dhe rekomandimet. Pikërisht ka mundësi. Pra po thoni profesor që çdo shkollë ka resurse për ta mirëmbajtur shkollën. Po ku shkojnë këto parë? Jo, tash nëse fajsojmë atë mirë, po varësisht për vitit do thotë këto mjetet buxheti financiar do thotë i shkollave nuk është i njëjtë. Kriza shtetërore bën që se ato buxhete janë të cilat financohen do thotë komunat, po ato mjetet, mirë po ato mjetet vinë nga Ministria e Financave, do thotë janë të dhëna të cilat kanë të bëjnë që mbarën nga buxheti i cili do thotë përcaktohet për çështje arsimore, për shëndetësinë, për arsimin e kështu me radhë. Mirë po, mbaret se si orientojsh. Do thotë dikush shife, menaxhimin që e bën për çështjen e shkollës, dikush orientohet në infrastrukturë. Dikush ma tepër angazhohet për çështje, orientohet për çështjen e resurseve, do thotë mjeteve didaktike, kërkesave të fëmijëve e kështu me radhë, ku do thotë këto bën konform programit zhvillimor. Atë asesi, do thotë mund të ketë donacione të ndryshme, mund të ketë dikush ka dëshira, po jo për gjëra prindët. Prindi ka të lashët e veta, sistemi është i tillë arsimor dhe ligjet janë të tilla që shkollimi i fëmijëve, arsimi fillor mesëm është dihet
i garantuar, pa pagesë, kështu me radhë, edhe nuk duhet të ketë angazhime për çështje financiare të prindërve. Profesor, kemi ardhur në fund të bisedës, falenderoj shumë për kohën që ndave. Nëse ka diçka që është e rëndësishme dhe që ndikon në këtë tablon e përgjithshme që na atakon në mirëmbajtjen dhe mirëvajtjen e arsimit, atëherë që nuk e kemi thënë, që nuk e kemi përmendur, që është shumë e rëndësishme që këto intervistat që i keni, që i bëni, është shumë kënaqësi në këtë rast me mua, po të bëni edhe me faktorët ndryshëm që janë për çështje arsimore. Të shtillon mirë, po do të ishte mirë që të organizon edhe debate pakës publike në aspektin e asaj se të debatohet për këto çështje, të evidentohet dikund, të nisin gjëra të cilat të funksionojnë, dhe cilat janë mangësit në këtë aspekt çdo komunë pakës të ndryshon. Të trazohen, pak të investojnë për shkollat, sepse kemi shumë nevojë. Aty nisë ardhmja, apo jo? Ajo është shumë e rëndësishme. Prej aty del politikani, prej aty del gjyqtari, prej aty del mjeku, të gjithë dalin prej aty. Për këto çështjet që ndodhin fenomenet tani në përditshmëri, do thotë. Ato janë produkti gjithë këtyre rrethanave në dekada, 2-3 dekada kështu me radhë. Nëse duam të ndryshojmë këto sipër që nuk na funksionojnë politikat, atëherë te shkolla duhet të investojmë më shumë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.